Nuk ka sot një deputet në Parlamentin e Shqipërisë. As nga PS-ja, as nga PD-ja. Legjislaturën e kaluar kishte 4 deputet. 2 nga PD-ja, 2 nga PS-ja. Ky është kodi zgjedhor, i cili në 66.000 vota ti merr një deputet, i cili ne zihemi me njëri tjetrin se kush do marr vota dhe nuk kërkojmë votë kundër Partisë Socialiste, po flas në parim gjithë territorin. Po jo, rasti jot është nen për nen, rasti jot është konkret. Patjetër, i cili ja pamundson kandidatit hapje ekzekutive, apo jo? Ndryshe nga gjithë eksperienca. Po solli përplasje mes 2 kandidatëve njëjtës parti. Patjetër, po unë gjykoj që edhe mos hapja ekzekutive që ekskluzivitetin ta ketë vetëm partia politike është një nen antikushtetues. Për këtë çështje kam vendosur lëvizje gjykatën kushtetuese. Tani, të gjitha këto ku do i themi? Dhe pyetja ime është kodi zgjedhor do bëhet prapë me këto problematika? Unë mendoj që ne duhet jemi të qartë. Unë jam për sistemin magjoritar. Flet me aleatët, po nuk flet me ju, thonë. Po pra, duhet flasim ne me aleatët dhe me çdo aktor dhe faktor tjetër. Po me aleatët, po jo me PD-n. Jo me shqetësime që na sjell kodi zgjedhor. Unë personalisht. Po përpara duhet dëgjosh tut para se të dëgjosh komshin. Unë personalisht do isha për sistemin magjoritar, se unë nuk e kuptoj sot e kësaj. Pra ky kod zgjedhor ti mund të fitosh. Pra u fitu Bashkia Kryes, po ti nuk je në parlament ndërkohë. Pra, ky kod zgjedhor ti nuk e kupton a fiton apo humb. Pra bëj çat dush dhe ti mund mos fitosh. Pra, mund të fitosh me vota përballë kundërshtarit, del dhe i pari, siç ishte rasti im nga PS-ja, nga PD, nga të gjithë kandidaturat e tjera që mora më shumë vota në këtë bashki, se zonën e kam zgjedh vetë, nuk më ka çu kush me zër. Dhe ti nuk je në parlament, pra ky është deformimi i kodit zgjedhor. Prandaj unë gjykoj që këtu bëhet gjithçka që t'i sigurohet jeta ca pensionistëve. Pra që këtu të marrin rrogën e deputetit, t'i lidhet rrogën e njënit, pra bëhet gjithçka. Unë mendoj që kodi zgjedhor duhet jetë instrumenti që Partia Demokratike të mundsojë rotacionin politik. Vetëm atëherë atëherë pa humbur kohë. Dalim tek thelbi pyetjes që bëra unë dhe që ngriti edhe Ksupi. Problemi është kodi zgjedhor? Jo. Apo problemi është jo. Pse Sali Berisha e do këtë kod zgjedhor? Aty do dhe problemi është, nëse dini ju e keni ju përgjigjen pse Sali Berisha e bën këtë kod zgjedhor, problemi është kodi apo është Berisha? Shiko, unë jam kundër ndryshimeve 2008-s, kam dalë kundër hapur dhe besoj unë që Partia Demokratike i ka i bërë qytetarëve shqiptar për me i kërku falje në raport me I ka kërku zoti Berisha. Jo, nuk jemi të qartë. Po të them unë, zoti Rama nuk i ka kërkuar, i qëndron 2008-s, zoti Berisha ka thënë fiton zgjedhjet e burr. Bravo. Zoti Berisha i ka kërkuar ndjes, po kodi zgjedhor që zoti Berisha ka propozuar dhe Rama i shkel syrin distancë është edhe më keq se 2008. Po pra, tani në rast se politika nuk ka moral, që thuhet rëndom, minimalisht duhet ketë lloj serioziteti dhe ne duhet jemi serioz përpara njerëzve. Po dakord. Pyetja është, prandaj po dal, se ajo që skuptojmë nga ju, dhe me që të kemi ty këtu. Jo më patjetër, unë po mundohem të them. Unë fakt të kuptoj më shumë se shkuptoj Saliani, sepse ti i ngre çështjet që i ke vujt në Kurris. Po. Siç ka vujt Saliani burgun në Kurris, patjetër. Patjetër. Por problemi është ku shkon kjo lëvizje? Ja, ta them unë, po të mora kodin zgjedhor për me të zbardh diskutimet që kanë bërë. Atëherë, zoti Balla, unë nuk jam te kjo tryezë, jo te kjo këtu, te tryeza që kemi qenë atje dhe ditën e djeshme në Durrës, për me kriju një forcë tjetër politike. Jam kundër krijimit forcë të re politike. 1. E dyta, ne nuk kemi kriju një lëvizje, sepse të bësh një lëvizje do të thotë kesh një platformë politike, që t'jemi të qartë. Dhe e treta, unë nuk jam pjesë asnjë fraksioni me këta. Pse nuk jam pjesë e një fraksioni? Sepse unë jam mundu gjatë gjithë karrierës time politike të shkurtër. Pra, ju jeni në takim, po nuk jeni me këta nëse këta bëjnë fraksion? Jo, nuk jam pse, sepse fraksioni ngrihet mbi disa parime. Në jetën time politike, unë jam mundu që Partinë Demokratike ta çoj më djathtas. Nuk ja kam arrit. Unë besoj tek parimet konservatore. Aty jemi mundu, gjithë kemi dështu me thënë vërtetë. Unë besoj tek parimet konservatore, tek Zoti, tek familja dhe tek kombi. Antarët asaj tryeze nuk i besojnë këto vlera, të jemi realist. Dhe tani si mund të bëjnë fraksion me disa njerëz që nuk besojnë, unë s'po them që e kam unë monopolin e të vërtetës, duhet vinë me mua dhe të besimi që kam unë. Por unë nuk e shoh Partinë Demokratike drejt qendrës. Ashtu siç nuk e shoh Partinë Demokratike tek EPP-ja. Unë jam që Partia Demokratike duhet shkojë tek patriotët konservator, duhet lidhet me Orbanin dhe me lidhjen që ka ai me Donald Trump. Pra ne duhet shkojmë drejt kësaj rruge. Ky është mendimi im. Nuk kam gjetë mbështetje, e kam thonë në Këshill Kombëtar, ja kam thonë dhe këtyne çunave në tryezë kur jemi ul. Por ne duhet jemi të qartë që ndajmë me, pra ç'mendojmë ne për Sorosin, ç'mendojmë ne për çështje kruciale që shqetësojnë sot politikën në Shqipëri dhe çështje tjera. Prandaj nuk jam pjesë e një fraksion. fraksion. Zoti Berisha e tha sot, jam me Trump. Atëherë, më fal një sekondë, edhe herë. Pa mjafton me fjalë.
Tani, këtë po them dhe unë pra, unë po them dhe herë tjetër që nuk është as fraksion, ky është mendimim. Unë e kam qujtë si një forum debati, pra ne jemi mbledh për me thonë mendimet tona se si Partia Demokratike... Nuk dua të dukem sikur po kape me ty. Mendoj që ky është dhe ky është qëllimi i zotit Saliani? Shiko, thjesht bëj debat me ju? Unë nuk jam në këtë lëvizje për as me i gjetë punë Salianit, as me zëvendësu dikë me Salianin, ose Ilir Ali Mehmetin me dikë tjetër. Harroje. Në qoftë se kjo gjë kthehet në pazar, unë jam i pari që iki nga tryeza e bisedimeve. Ta them me sinqeritet dhe ma e këtë deklarat publike. Unë jam për parimet, unë jam që Partia Demokratike të radhitet aty ku e ka vendin, sepse unë gjykoj që e djathta qeverisë më mirë se e majta, ky është mendimi im, prandaj kam hyrë në politik, dhe në rast se ne do e çojmë këtë në pazar, pastaj që hajde të negociojmë, të bëjmë këto e tjerë, unë jam kundër. Nuk kam parë tentativë deri tani, pse të them? Nuk kam parë tentativë, unë kam qenë ndjen Durrës, kam folë me pjesëmarrje, nuk e kam pranu fjalën, sepse ne kishim vendosur që nuk do flisnim dhe do lenim qytetarët dhe ata njerëz, domethënë, cilët nuk ishin mbledh për me fol, prandaj se pranova fjalën, se e kam pa që media ka abuzu pak me këtë momentin, dhe të falenderoj që më ftove dhe ta bëj sqarim këtë. Me të vërtetën sepse dhe ne duam sqarim njerëz. Jo, edhe unë po sqarohem, prandaj dolem, unë nuk më qifem, kam qenë i pari unë që kam dalë nga kafja në televizor, kur disa kolegë tjerë më qefën, unë kam qenë i pari, kam thonë po, jam 1, 2, 3, 4, pra në këto momente. Kështu që unë gjykoj që pa tjetër nga kjo lëvizje, në rast se quhet lëvizje, duhet qartësi për me kuptu objektivin. Pra, cili është objektivi? Ke objektiv për me konkuru Sali Berishën, do më thënë kandidatur për balë, ke objektiv për me konkuru unë do firmosja pa tjetër. Pa tjetër që po, sepse jam pro mbledhjes Këshillit Kombëtar, pa diskutim. Por mua nuk më duket normale, ja kam thonë dhe leadershipit këtë, para takimit me Salianin dhe pas takimit me Salianin që jam taku. Nuk më duket normale se si Këshilli Kombëtar nuk mblidhet. Duhet mblidhet pa tjetër, dhe aty diskutohet dhe aksioni politik, sepse unë gjykoj që aksionin politik e vendos Këshilli Kombëtar. 11 maj na dha 2 realitete. 50 deputet, të cilët ishin përgjithsisht nga lista mbyllur, apo jo, për këtë bim dakord, dhe disa njerëz tjerë cilët morën disa vota. Këta njerëz po prodhojnë politik, apo jo, se prodhuan dhe me 11 maj dhe po prodhojnë dhe tani. Me thënë vërtetën jeni të vetmit që arrini të artikuloni diçka që është e dëgjueshme për veshin e përgjithshëm konsumatorit politik. Ta bashkërendojmë aksionin që të ecin përpara. Puna është ç'a ndodh pas saj. Dhe sigurisht tu pastaj flasim përballë një realiteti. Po besoj se do takohemi prapë ne. Do takohemi prapë. Bile takohemi shpejt. Pas publicitetit. Jehona e foltores së Salianit në Durrës mbërriti shpejt në Tiranë. Sy e vesh jo vetëm demokratët, por edhe vetë doktori e kishte ndjekur live, vetëm se Sali Berishës diçka nuk i kishte shkuar poshtë, dhe si gjithmonë kur diçka nuk i pëlqen, këto ka tradhti burrë. Disa prej tyre që njoha, se nuk i njoha, them vërtetën. Pash individ që kanë punuar për amidërmisht. Pash të tjerë që ja kanë mbathur mes fushatës për turizëm, i përgëzoj antarët dhe demokratët e Durrësit, të cilët e braktisën. Në fakt, tradhtar në takim kishte më shumë doktori. Në opozitë rrihet edhe shumë vite me ne, po është shumë e thjeshtë të rish me rrogën e deputetit në parlament, në opozitë, se sa si një antar i thjeshtë ose si simpatizant i Partisë Demokratike. Personi që shprehte mërzin, në fakt ka të afërm të tij që punojnë në administratën Rama, sipas denoncimit të një demokrati, i cili thot se për këtë ishin ndjeni dhe organizatorët. Por shqetësimi i zotit Berisha u duk kur i kërkoi llogari Salianit për dështimin në një zonë të Tiranës, ndërkohë që Saliani në zgjedhjet e fundit mbillte flokët në burg. Është një antar kryesie i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë mbledhje kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha. Bashkinë e Kavajës të Demokratët, po sot? Kush tha? Bashkëpunimi me Salianin e riktheu bashkinë nga drejtuesit politik. Saliani ishte në Mjekeq, Saliani ishte në Burg kur është. Bashkinë janë marrë ja 3000 vota më shumë këto zgjedhje. Përveç se tradhtar edhe mashtrues, por doktori i dha një shans të fundit Salianit. Të deklarosh se militanti i demokrat nuk ligjohet, nuk ka mashtrim më të madh, mbasi para jush dhe gjithë shqiptarëve, këto 4 vite militanti demokrat ka votuar sa kur
në ekzistencën e tij. Po paralajmëroni përjashtime të reja? Jo, nuk po paralajmëroj. Llogaridhënie paralajmëroj. Sigurisht llogaridhënie. Kur flet doktori, të tjerët e kanë vështirë. Ish kolegët e vjetër të Salianit u shfaqën gojë kyçur për foltoren e tij. Një minutë. Ka një pyetje për qeverinë. Po pra, foltore për. Ju do i bashkoheni? Rama, pjesën tjetër vazhdojmë. Një sinjal se Saliani deri tani ka goditur në shenjë se kur vjen puna për të ardhmen e Partisë Demokratike, militantët e vërtet të Berishës nuk janë me Gazmendin, por me Ervinin. Do t'i thuash bravo, sepse nuk ka vend në shishën e qumshit dhe të zerradë ky, të pres të vdes Sali Berisha. Po ama thot, doktor, nuk po ecën mirë kjo punë si do ben. Pra demokratët thonë se Saliani është me Partinë Demokratike, por me kjo është vetë Berisha. Kurse ju tani, në qoftë se mendon ndryshe, je armiku im. Se gjysma e aty duan të flasin si Saliani dhe nuk flasin se kanë frikë. Po që kini këto mo? Po prandaj se ecim ne, ne jemi Parti Demokratike apo Parti Fashiste. Po shamë njeshin, jini armiq. Ne, nuk jeni demokrat juve. Ju që bëni kështu stil demokratik, nuk jeni demokrat juve. Djarbra që emocionet janë të forta brenda Partisë